Parët, çu dorëzun? Kash ja kom dhënë, 20.000 euro ja kom dhënë kash. Takimet me zyrtarët e komunës. I keni përmend edhe në këtë akuzë thuhet që në farë forme verbalisht ju kanë thënë punoni ish kryetari edhe kryetari. Në stop kryetari edhe ku jeni taku, në çfarë kohe? A keni çfarë fakte, detaje? Në zyre. Ju tha që do të më pajis me dokumente. Patjetër. Ai kemi bërë ato, do të thotë. Jo me le, destinimin e tokës, domethënë momenti që pas destinimit do të më marrë edhe një leje për komunës pastaj. Po, ne kemi nisur me punu, sikur të tjerë do ty që kanë ndërtu njerëzit kanë ndërtu edhe në tokën e shtetit. Pa qenë toka e tyre. Kjo tokë është e imja. Unë e kam bledë, domethënë me parë. Është tokë private, edhe çka është më e keqe? Për cilën do të më pas një destinim. Çka është më e keqe, që është më e keqe, që kur nuk ka pas mal aty. Se ke nisë me ndërtu pa e pas një leje ndërtimi. Unë kam vazhdu. Sa që keni orë prej Zvicrës, në Zvicër a kishit bujt me boqet veprim? Në Zvicër është 800 vjetë pa luftë, më të kujë. Shumë po shkojmë për para na, për shyre, ju du të me pas çmos me bo që diaspora me investu këtu. Nuk jemi kundër, veç nuk ka diaspora, pasha ligjet tona që janë është mirë labinat. Pa cili zyrtar brenda, falë, thojza, a dini që ju zyrtar mas pari në ora 8 nuk vjen në komunë. Kur e keni marrë vendimin e ministrisë? Kur s'ka marrë këtë vendim? Kur nuk më ka ardhur ky vendim? Komuna e dërgon landën e juaj në ministria e dërgon. Kur e kemi, a bën më tregu me cilën datë kemi dërguar ne? Domethënë, këto është vendimi i ulshum me 17 me cilën datë kemi dërguar ne? Nuk po e shoh saktisht, dash me ditë jo. Kur e keni dorëzuar? Me nodin 1 janar 2021 apo? Apo? Kur është këtu kjo? 2022. Është kushtetuese kjo? Do ne më shku me pyetje, ai ju interesu. Është antikushtetuese. Këto do të jenë avukati. Më sfari nuk është antikushtetuese. Kur kalon 45 ditë antiligjore, po jo antikushtetuese. Po kur e keni marrë çit vendim? Nuk ka marrë kur këtë vendim. Kjo ka ardhur 2023-ën. Po ju kanë njoftuar komuna që është nuk mundeni me ndërtu. Pa u kry ajo 2021-ën u kry këtë ndërtimi. Për sa muj ka u kry ndërtimi. Po në shtëpi. Po alo atje ndërtohet ka pak. Tash çdo kush shtëpinë e vet ndërton jashtë brenda. Kur e keni marrë në 2022 në fillim janar. A i keni nalë ndërtimet me hapret se... Tjetër, se na kemi pas plan me bo edhe të poshtë. Për një vit i keni ndërtu krejta? Jo për një vit, për 3 muaj është ndërtu krejtë... 130 villa? Tash ata tjertë edhe ne, domethënë ata që kanë bo. 100, janë t'juja? Domethënë një punëtor, një mjeshtër me 2 punëtor, një shtëpi e bën për 8 ditë. Tash sa punëtor ka qenë aty, sa firma, domethënë kjo është ajo. Po do edhe njëherë me ditë sakt kur jeni taku me zyrtarët e komunës. Po. Një farë forme në këtë akuzë ju i fajsoni që ata ju kanë leju me punu. Patjetër. Tash keni denoncu që të raste. Fëmiju në shtëpi, nëse nuk ja ek vërejtjen, era e parë, era e dytë, era e tretë, ai fëmiju gabon. Edhe ne sigurisht që çdo herë konsultohemi me prindërit apo jo. Ju keni gabun këtë rast, keni vazhduar punimet. Jo, nuk kam gabune, se unë e kam pyet komunën, po komuna nuk më ka ndaluar mua. A ka nërë në herë inspektorat në vend gjarës? Kur? Asnjëherë. Asnjëherë. Inspektoriati qendror i pyjeve, a ka në herë në terë? Kuriq, nuk e kom pa. E kom pa në një raport të auditorit në brendshëm, ato thuhet që kanë qenë inspektorët. Kur s'm ka lamru, edhe që kanë autorizu komunën me e bo verifikimin aty në pronave. A i keni qenë ju ndeni në herë? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Në takime me zyrtarët publik, a ju kanë kërku ata diçka? Sa i përket domethënë kur kam shku me thyrr në lokal, më konsultu, gjithmonë kam pas nevojë për më konsultu. Sigurisht që unë se kam lënë me pagu darkën apo drekën ata, sepse ashtu më kam mësu familjarët e mi të vjetër. Domethënë kur e ftoj dikon, kam dëshirë t'ia pagu. Pagu dreka darka, po thoni zyrtarëve. Nuk e thash që unë kum pagu dreka darka doni pare anash. Një kafe kur ka qenë 3 euro, 4 euro, një drek, 20 euro, se kam lejune. Këta zyrtarët, atë kanë kërku në herë pare? Po, Streteni, domethënë më ka kërku huazim, 20.000 euro. Për çka? Huazim ju ka vit diçka, vllau i kryetarit, jo për me drëtun diçka. Vllau i ish kryetarit? Ish kryetarit, ka kërku 20.000 euro. Edhe i kam thënë Bekim Allaqit, i cili kom poseduar ato pare të mia, i kam thënë shkoj jepi edhe për një kohë një vjeçare. Ku taku, çush ju tha, çush ja u kërkoj?
A kishit raport ashtë të ofërt, sa m'ja u kërkuaj 20.000 euro? Jo, dëgjo, ne kemi pasur gjithmonë, derisa s'ka kalu kjo një muj, unë gjithmonë kam pas takime zyrtare, komun. A e ka pas çdo herë të mërkurën apo tajten për publik. Po në çdo ditë kam shku se kam kërku mu avancu kjo lënda jonë. Edhe pasim ka pa me makinat mira, kam pas jetën shumë të mira dhe sot falenderoj Zotin, edhe artist kanë kujtu se kjo është milionera, miliarder, ku di unë në kryet e tyre. Tani, pas një disa muje, 3-4 muje, 5 muje, kur ka pa me vllaun e ti që unë çdo në stop ka marrë. Me vllaun e kryetarit? Jo, ka marrë në takime pa për problemet e mija. Jo, se janë probleme për me kërku leje, për me kërku gjana që janë ato administrative. Po më intereson paret, që shu dërzun? Kash ja kom dhënë, 20.000 euro ja kom dhënë kash, dhe më thënë, jo për me korruptu, se kjo është me burgosje. Unë ja kom dhënë me huazim. Për çka jo kërkej? Kam një problem, një rasta për dora, për gishta, ku di unë, ase kom pa kur gishtat e ti, kam operacion. A ja ka fyna herë këto 20.000? Uriq, edhe kam mesazhe nëse kam mundësi. Kur ka ndodhë? Kur ja keni dhënë? Çfarë do? Gjatë 2022-ën, ashtu po do ta gjej edhe këtë, se kam në shkrimin e ti, huazim shënon shumë mirë, e kam thirrë shumë herë, muna këtë kamera mu afru, e kam thirrë, ne kam shënu edhe sërbisht me Google, i kam thënë, të lutem kthejmë, ja di 20.000 euro që ti ku mu avuzu, nuk po paraqitet, pe i lexoj mesazhe, po nuk po i kthen. Ç'kjo, do të thonë, sreteni. A ja u ka përmend punën kur ja u lypi 20.000 euro? Jo. Punën, ndërtimin, vila? Jo, do të thonë sepse ne kemi punu me letra. Unë i kam thënë gjithmonë të lutem kryetarit, të lutem, çka të bëjmë? Kaq ofër e kishit m'ia dhënë dikujt, ditësodet 20.000 euro labinat, nuk janë pak. Kështu e kishin raportin e afërt? Bas luftës do thot, unë kam pas gjithmonë besim në Kosovë, po tash kam unë besimin sepse po shoh që është shumë mashtrime, shumë rëna, dalin njerëz pa më njofur mu në për gazeta, portale, sepse media ju jeni do të thonë opcioni apo e katërt i shtetit që para se me bo diçka një lajm, ju do të më qenë shumë sigurt, sa herë më keni thirrë. Ju e dini që sa muaj jeni ti u merr, jo për vitit kalum, edhe do të thonë dalin si lajmi.com, si të gjithë del dikush pa njoftur, pa fakte, kinë si ako marrë dikuj në ka ble villë para 10 vite, unë para 10 vite s'ka ekzistuar e toka. Prandaj ju kam thirrë edhe i kam shku ka dalë rastin me trajtu në detaje, prandaj po insistoj. Tani ne, bas kësaj që të kthejmë në temë, unë nuk kam pas afirmitet me asken, unë gjithmonë e kam besu vetëm letrave. Pasi i dhat 20.000 euro apo para? Para se me dhënë, ato e shoqërore, mi ka lipo azim edhe nuk ka problem, kem pas besim. Kryetari ja u lype a vllai? Jo, vllai kryetar. Vllai kryetar. A ndike kryetari që po ja u merr? Do shta po, do shta jo.